Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ju dhembin këmbët dhe i keni të fryra. Kjo kur ju shpëton dhe nuk ka ngelur njëri pa e provuar. Fryrja e këmbëve është një fenomen mjaft i shpeshtë për të cilit rrezikohen pothuajse të gjitha grup moshat dhe mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj sociale. Ajo shkaktohet nga kushtet të caktuara mjekësore dhe duhet të trajtohet sa më shpejt për të marrë rezultatet të dëshiruara, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të fryrjes së këmbëve. Edema është një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit, duke përfshirë edhe këmbët, krahët, duart, fytyra e të tjera të fryhen. Edemat mund të shkaktohen nga qëndrimi në këmbë për periudha të gjata kohore, nga udhëtimet të gjata me avion, por edhe gjatë ditëve të menstruacioneve të disa femra. Ndër kushtet themelore mjekësore që shkaktojnë edema mund të përmendim sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave, pamjaftueshmërinë e punës së zemrës, trombozën e thellë të venave, nivele të ulta të proteinave në gjak e të tjera. Gjithashtu një këmbë e fryrë mund të jetë shenjë e një dëmtimi të këmbës, të kyçit të këmbës ose të indeve përreth. Enjtja ose edema është një reakcion normal ndaj një lëndimi ose infeksioni. Shumë gra përjetojnë në fryrje të këmbëve gjatë shtatzanisë. Mjaft të zakonshme janë edhe edemat e personat që vuajnë nga pamjaftueshmëria e punës së zemrës, e cila është një gjendje e rëndë shëndetësore, nga të cilat zemra nuk pompon gjakun në mënyrë efikase. Edema në këmbë mund të shkaktohen gjithashtu edhe nga shqetësime të forta shëndetësore. Një sindrom e këmbëve të fryra nuk është specifikuar vetëm për verën. Ky çrregullim bëhet më i shpeshtë kur kemi temperaturë dhe ndërlikon jetën atyre që vuajnë prej tij, citojnë ekspertët e Healthline. Në shumicën e rasteve, enjtja e këmbëve dhe e kyçeve është rezultati i grumbullimit të lëngjeve. Kjo fryrje është jo vetëm ndjesie e pakëndshme, por mund të jetë problem i dukshëm, i pakëndshëm nga pikpamja estetike, por mbi të gjitha i dhimbshëm dhe gjithashtu shumë kufizues në jetën e përditshme. Në fakt, faktorët mund të jenë nga ngrënia e ushqimeve të kripura, kalimi shumë kohë ulur, veshjet e këpucëve me taka të larta dhe veshje të ngushta, si dhe të qenit mbi peshë. Këmbët e fryra janë pasojë e lëngjeve të tepërta që vijnë nga gjaku dhe enë limfatike. Prandaj grumbullimi i ujit në inde e bën lëkurën të tendosur në prekje, por enjtja në këmbë është veçanërisht e theksuar në mbrëmje. Simptomat janë këmbë të rënda, vështirësi në veshjen e këpucëve dhe dhimbje të kyçeve. Por më tepër, edemat mund të shfaqen në mënyra të ndryshme. Çrregullime të tjera që shpesh shoqërojnë edemën janë kruajtje, ndjesi e rëndesës, tension, mpirje, ngërçe të muskujve dhe dhimbje të cilat theksohen sidomos gjatë natës. Fryrja e këmbëve shkaktohet për dy arsye. E para ka të bëjë me edemat dhe akumulimin e lëngjeve në inde dhe enët e gjakut. Lëngjët akumulohen pasi keni kaluar një ditë të gjatë në këmbë dhe sipas informacioneve të Healthline, kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, nëse nuk kryeni aktivitet fizik, ose zemra është në vështirësi të tepërt dhe e dobët për të pompuar gjak. Arsyeja e dytë është një inflamacion që irriton ose fryn indet e këmbëve. Inflamacioni shfaqet nëse keni pasur një frakturë ose lëndim të tendinave. Fryrja e këmbëve mund të ndodhë si pasojë e problemeve të venave, trombozës, variceve, problemeve kronike me veshkat dhe shtatzania. Masat që duhet të ndërmerrni kundër fryrjes së këmbëve duhet të jenë sa më të ndryshme. Për të parandaluar fryrjen e këmbëve sipas të dhënave të Healthline, sugjerohen këto hapa: konsumi i kursyer i ushqimeve të kripura, veshja e çorapeve veçanërisht shtrënguese, aktivitet fizik i përditshëm, lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata, mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmore disa herë në ditë. Por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet ta injoroni. Nëse vëreni se këmbët ju dhemin, nuk merrni dot frymë ose ndjeheni ekstremisht të trobitur, sugjerohet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Ushqimet që duhet të shmangni sipas Healthline janë ato të cilat e rëndojnë në shëndetin tuaj. Njerëzit që kanë fryrje të përsëritura të këmbëve duhet të shmangin produktet e mëposhtmësi: alkoolin, proteina shtatzore, mishin e viçit me yndyrë, kafeinën, çokoladën,
produktet e bulmetit, ushqimet e skuqura, ullind, turshit, duhanin, mielin e bardhë dhe sheqerin. Por siç ka ushqimet që ju dëmtojnë, ka edhe ushqimet që ju vinë në ndihmë kundër këmbëve të fryra. Një regjim ushqimor i përshtatshëm për këtë problem duhet të përfshijë domate, vaj ulliri, barishte si spinaq të ngjashme me të, arorët si bajamet dhe arrat, salmoni, skumbri, peshk dhe sardele, frutat si luleshtrydhet, boronica, qershi dhe portokalli. Për më tepër, ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gota ujë çdo ditë. Çaji majdanozit ju ndihmon të nxjerrni jashtë trupit lëngjet e akumuluara. Atë mund ta përgatisni duke zgjerrë 2 lugë gjelle me gjethe të thata majdanozi ose në formën e pluhurit në 2 gota ujë. E lini gjethet e majdanozit në ujë përgjatë gjithë natës. E kulloni, shtoni lëng limoni, pini 3 gota çaj në ditë, prisni 3 ditë dhe më pas e përsërisni recetën sipas dëshirës suaj, derisa gjendja juaj të lehtësohet dhe të mos vuani nga këto shqetësime, të cilat mund të ndikojnë në drejt për së drejti në aktivitetet tuaja ditore. Fryrja e këmbëve mund të ndikojë gjithashtu edhe në dukjen tuaj. Ndaj, nëse doni edhe trajtime më të mira në kushte shtëpie, ato mund të realizoni në mënyrë natyrale, por nëse gjendja juaj është e rënduar, duhet të paraqiteni tek mjeku. Nëse jeni duke përjetuar entje në këmbë, në kyçe dhe vazhdimisht ushtrohen presionat të vënd, ajo mund të lërë një grop në lëkurë dhe mund të ketë edhe sasi të tepërta të lëngjeve në këmbët tuaja. Kjo tregon një çrregullim të veshkave në zhvillim ose ekzistues tek personi. Profesor Viviet Said, shefi i departamentit të neurologjisë në Universitetin Mjekësor King George, tha: rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekut shumë vonë dhe aq shumë sa alternativa më e mirë në dispozicion për ta është dializa ose shkojnë për transplant të veshkave. Pavarësisht kësaj, ne mund të zbulojmë sëmundjet e veshkave me 2 teste të thjeshta. Profesori neurologjist thotë: shpesh personat me presion të lartë dhe diabetikët kanë probleme të veshkave pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfundimisht i dëmton dhe dobëson ato. Përveç kësaj, veshkat duhet të punojë më shumë te personat diabetik për të filtruar sheqerin shtesë për gjakun. Shenjat e para të mos funksionit të veshkave janë mbajtja e ujit që shkakton entje. Në momentin që vëreni se këmbët dhe kyçet e fryra janë të pranishme te ju, duhet t'i kontrolloni dhe të përcaktoni edhe shkakun. Kujdes, gjithë përfshirës i enëve të gjakut mund të sigurojë një test të plot vaskular për të përcaktuar se cilat janë pjesë të sistemit të qarkullimit të gjakut që janë prekur dhe analiza e gjakut për të përcaktuar sëmundjen e veshkave është edhe shkaku i entjeve. Entja e këmbëve është një nga simptomat më të zakonshme të sëmundjeve të veshkave. Lëngu i tepërt i tërhequr poshtë drejt këmbëve nga graviteti. Ngritja e këmbëve mund të lehtësojë përkohësisht simptomat, por keni nevojë për trajtime profesionale për të parandaluar kështu dëmtimet afatgjata. Dëmtimi i neuroneve të vogla filtruese mund të rezultojë në atë që quhet sindroma nefrotike, duke ulur nivelin e proteinës albuminës në gjakun tuaj dhe rritja e niveleve të urinës mund të shkaktojë akumulimin e lëngjeve dhe të rezultojë në edema, më së shpeshti rreth kyçeve dhe këmbëve. Një veshkë e shëndetshme nuk e lejon albuminën të hyjë në urinën tuaj. Për të përmirësuar shëndetin tuaj, duhet të jeni gjithmonë më të kujdesshëm. Mosha është diçka të cilën nuk e evitoni dot, por teksa ajo kalon mundohuni të keni kujdes më të mirë në stilin e jetesës. Arsyet se pse keni probleme që shtohen me kalimin e viteve lidhen edhe me nivelin e pakët të gjakut që zemra pompon. Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e gjakut dhe lëngjeve të tjera të trupit mblidhen te pjesa e këmbëve, dhe kështu krijohet edhe fenomeni i edemave të këmbëve. Nëse vuani nga këto shqetësime për një kohë të gjatë, adresojeni ato tek mjeku përkatës dhe gjithashtu qëndroni sa më pozitiv dhe aktiv në jetën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.